Quhem Alma dhe kur nuk e kisha menduar se në moshën 26 vjeçare do të ndihesha kaq e humbur. Disa njerëz thonë se jeta fillon pas të 20-tave, por për mua ajo mbaroi atë ditë kur humba babain. Ai ishte gjithçka që më mbante gjallë, një njeri që, edhe pse nuk fliste shumë, më kuptonte vetëm me një vështrim, atë natë që e humba, një pjesë e shpirtit tim u varros bashkë me të. Që nga ajo ditë, çdo mëngjes më dukej si një dënim i ri. Nuk doja të zgjohesha, nuk doja të shija asnjë fytyrë, nuk doja të dëgjoja as zërin e nënës sime, e cila tashmë më shite vetëm me keqardhje e zhgënjim. Në fillim isha e fortë. Përpiqesha të vazhdoja. Të punoja, të kujdesesha për motrën e vogël, të sillja bukën në shtëpi. Por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë ndihesha sikur gjithçka po më rrëshiste nga duart. Dhimbja e humbjes së babait ishte bërë si një plagë e hapur që s'shërohej dot. E mbaj mend ditën që gjithçka nisi të rënohej. Ishte dimër, shiu binte pa pushim dhe unë po kthehesha nga puna. Hyra në shtëpi e lagur deri në palc, ndërsa nëna ime më priti me fytyrë të ngrysur. Alma, nuk mund të vazhdosh kështu, më tha. Shiko veten, po mbytesh në vetvete, e unë vetëm qesha. Një e qeshur e hidhur, si ajo që del nga buzët e dikujt që nuk ka më fuqi as të qaj. Mami, unë jam mirë, i thash, por sytë e mi e tradhtonin çdo fjalë. Brenda tyre kishte mjegull, kishte trishtim, kishte një boshllëk që askush nuk donte ta kuptonte. Në atë kohë, fillova të pi. Në fillim, një gotë verë për të qetësuar nervat. Pastaj, 2. Pastaj shishja s'u nda më nga unë. Alkooli u bë shok, u bë streh, u bë mënyra ime për të harruar zërin e babait, aromën e shtëpisë son, kujtimet që më përvëlonin. Në fillim, të gjithë menduan se ishte e përkohshme. Por kur mami filloi të gjente shishe bosh në dhomë, kur fillova të mungoja në punë, kur humba interesin për gjithçka, atëherë filluan të më shikonin ndryshe. Alma është bërë pianec, thoshin. S'ka shpëtim. Në shtëpi, gjithçka u kthye në ftohtësi. Nëna më fliste me mlef, motra më shmangte. Një mbrëmje, pasi u ktheva vonë dhe u rrëzova në korridor, ajo më tha ftohtë, nuk mund të mbaj më kështu. Natur përon. Do të largohesh nga kjo shtëpi, atëherë ndjeva diçka që se kisha ndier më parë, boshllëk absolut. Të braktis familja në momentin kur je më keq, është si të shuajnë dritën e fundit që ke në shpirt. U nisa pa kthyer kokën. Mora disa rroba, një palë këpucë dhe një foto të babait. Shëtita rrugëve pa ditur ku të shkoja. Ishte natë, shiu binte pa ndërprerë. Dhe unë ndihesha si një hije që s'kishte më asnjë vend ku të strehoj. Në xhep kisha vetëm 800 lekë, mjaftueshëm për një kafe ose për një shishe tjetër. Dhe zgjodha, si gjithmonë, të dytën, ditët që pasuan ishin një mjegull e turbull. Flija në stacione autobusi, në parqe, ndonjëherë tek ndonjë shoqe që më mëshironte për një natë. Por askush s'donte të kishte pranë dikë si unë, në një nga ato nete acarta, ndërsa po përpiqesha të fshihesha në një streh, një burr më foli, zonjushe, je mirë, ishte një zë i qetë, i ngrohtë, që më bëri të ngre kokën. Para meje qëndronte një burr rreth të 30-tave, me një xhaketë të trashë dhe një çadër në dorë. Po, jam mirë, i thash, duke u përpjekur të fshija shishen që mbaja. Ai më pa drejtë në sy, pa më gjykuar. Vetëm një vështrim i gjatë, sikur po përpiqej të lexonte dhimbjen time. Hajde, më tha thjesht. Nuk mund të rish këtu në shi. Jo, nuk dua të shqetësoj, nuk më shqetëson, më ndërpreu. Hajde, u ndjeva në dilem për disa sekonda, por ndoshta për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva një ndjesi sigurie në zërin e dikujt. Vendosa ta ndiqja, ai më çoi në një apartament të vogël, të ngrohtë, me aromë kafeje. Mund të lahem? Pyeta me zë të ulët, ai pohoi me kokë, më dha një peshqir dhe më la vetëm. Ndërsa u lava, shija fytyrën time në pasqyrë. Ishte e lodhur, e zverdhur, me sy të enjtur nga lotët dhe pa gjumësia. Unë ndjeva si një e huaj në trupin tim. Kur dola, ai më priti me një batanie dhe një filxhan çaj. Unë jam Ardi, tha. Po ti, Alma, u përgjigja shkurt, ai buzëqeshi. Emër i bukur. Do rish këtu sonte. Nesër do flasim, nuk di pse, por atë natë fjeta për herë të parë pas shumë muajsh pa u zgjuar nga makthet.
Ishte një gjumë i thellë, i qetë, me ndjesinë e ngrohtësisë që se kisha ndier më që kur babai ishte gjallë. Në mëngjes, ai më kishte lënë një letër në tavolinë, nuk e di çfarë ke kaluar. Alma, por çdo njeri meriton një shans për të filluar nga e para. Po deshe, mund të qëndrosh këtu disa ditë. Nuk të kërkoj asgjë. Lotët më mbuluan faqet. As nëna ime, as motra, as miqtë e dikurshëm nuk kishin treguar aq mirësi ndaj meje. Një i huaj, dikush që s'më njihte fare, më dha më shumë dashuri se sa gjithë bota. Kështu filloi kapitulli më i çuditshëm i jetës sime, një histori që filloi me dhimbje, por që ndoshta do të përfundonte me shpresë. Ditët në shtëpinë e Ardit ishin si një shërim i ngadalë. Ai nuk më pyeste shumë për të shkuarën, por më fliste për jetën, për punën e tij si marangoz, për pasionin që kishte për të rikthyer gjërat e vjetra në formën e tyre më të bukur. E sheh këtë karrige? Më tha një ditë. Ka qenë e prishur, por e rregullova. Nuk ka gjë që s'kthehet në jetë, nëse ke durim, nuk e dija nëse e tha për mua, por ato fjalë më prekën në shpirt, dalën ngadalë, fillova të ndalem së piri. Ditët pa alkool ishin të vështira, trupi më dridhej, më mungonte aroma e verës, por zëri i Ardit më mbante, ti mundesh, Alma. Mos i dorëzo dhimbjes, një mëngjes, ndërsa pinim kafen, ai më tha, kam folur me një mik. Mund të të ndihmoj të gjesh punë në një dyqan rrobash. S'është shumë, por është një fillim, unë ndjeva si fëmijë. Lotët më dolën pa dashur, pse bën gjithë këtë për mua? E pyeta. Ai më pa me një buzëqeshje të lehtë, sepse edhe unë dikur isha si ti. I humbur. Dhe dikush më ndihmoi. Tani është radha ime të ndihmoj dikë tjetër, ato fjalë më lanë pa frymë, mendova për babain tim, ndoshta, në një mënyrë, ai më kishte dërguar këtë njeri për të më shpëtuar. Në fund të atij muaji, për herë të parë në jetën time, bleva një lule. E vendosa pranë fotos së babait që e mbaja gjithmonë me vete. Babi, përshpërita, mendoj se po më sheh. Po ngrihem sërish. Por jeta, ashtu siç di gjithmonë të bëj, nuk më la pa prova të reja. Një pasdite, ndërsa po kthehesha nga puna, pash nga larg nënën time në tregë. Zemra më rahu fort, por ajo, sa po më pa, uli kokën dhe u largua, atë natë piva përsëri. Një gotë. Vetëm një, Ardi e pa menjëherë në sytë e mi. Jo, Alma, tha me ton të qetë. Mos e prish gjithçka që ndërtove, por unë shpërtheva në lodhë dhe zemërim, nuk e di si të ndalem. Nuk mundem. Jam e prishur, Ardi, si ajo karrigja jote, por ndryshe nga ajo, unë s'kam më shpëtim. Ai më mori për dorë, më afroi dhe më përqafoi fort. Ke, Alma. Ke më shumë se ç'mendon. Por duhet të duash veten. Vetëm atëherë mund të duan edhe të tjerët, ato fjalë më shkundën. Dhe në atë moment e kuptova, shpëtimi im s'ishte në verë, as në mëshirën e të tjerëve. Por në dëshirën për të jetuar përsëri, në sytë e tij, pash një reflektim të vetes, dikur të humbur, por ende të gjallë. Ditët që pasuan ishin si një ringjallje për mua, por jo pa sfida. Çdo mëngjes, kur hapja sytë dhe shija Ardin duke përgatitur kafen, ndjeja një qetësi që kurrë më parë nuk e kisha ndier. Ishte diçka e vogël, një zakon i thjeshtë, por që kishte fuqi të më mbyllte plagët e hapura. Ai nuk më pyeste për të kaluarën time, nuk më gjykoi për shishet e zbrazura që mbaja dikur, thjesht më lejonte të isha Alma, pa maska, pa turp. Ardi kishte marrë përsipër të më ndihmonte të gjeja një punë të vogël për të filluar. Një dyqan rrobash, një vend i qetë, ku mund të përpiqesha të ktheja jetën time në rrugën e duhur. Ditën e parë, u tremba pa mas. Më dukej sikur s'isha më e aftë për asgjë. Por ai qëndroi pas meje, duke më dhënë një shikim sigurie, dhe më dukej sikur mund të përballoja çdo gjë. Nuk ka ngut, Alma, më tha. Do të mësosh gjithçka hap pas hapi, në ditët e para, bëja gabime. Njëherë rrëzova një karrige që një klient e kërkonte, njëherë mëra një fustan nga rafti. Por në vend që të më përbuzte, pronari i dyqanit vetëm buzëqeshi dhe më tha, mos u shqetëso, gjithë secili fillon nga diku. Ishte hera e parë që ndihesha e pranueshme pas shumë kohësh. Kur kthehesha në shtëpi, Ardi më përgëzonte për përpjekjet e mia dhe shpesh më thoshte, shikoje si po ndryshon gjithçka.
Ti por i lind ndonjëherë gjatë darkave të qeta, qëndronim në verandë duke parë qiellin e natës. Qëllimi i tij nuk ishte të më afronte, por vetëm të më tregonte se një tjetër jetë ishte e mundur. Por ndërkohë, diçka po lindte brenda meje. Një ndjenjë e ngrohtë, një siguri që nuk e kisha përjetuar kurrë, ndjenja e dashurisë. Një ditë, ndërsa po ndihmoja për të pastruar disa rafta, u rrëzova përsëri dhe ai më kapi me duar të ngrohta, duke më mbajtur fort. Nuk do të lejoj kurrë që të biesh, Alma. Kurrë, zemra ime rrahu me dhimbje të këndshme. Një pjesë e shpirtit tim, ajo që kishte qëndruar e ftohtë dhe e mbyllur, filloi të ndiejë gjallë. Ai nuk e dinte, por unë ndjeja se çdo përqafim i tij po më shpëtonte pak nga dhimbja që mbaja brenda. Megjithatë, jeta nuk ndalet dhe sfidat gjithmonë shfaqen kur nuk i pret. Një ditë, ndërsa po kthehesha nga dyqani, nënës time i shfaqesha përballë. Zemra më rrahu fort dhe një pjesë e imja dëshironte të ikte pa u parë. Por nuk kisha ku të fshihesha. Ajo më shikoi dhe, për herë të parë, pa turp e pa mlef, më tha, Alma. Më fal. Nuk e dija. Nuk e dija sa e vështirë ishte për ty, ishte çast i çuditshëm. Lotët më dolën natyrshëm, por nuk ishte vetëm dhimbje. Ishte një ndjesi çlirimtare, sikur një zinxhir që më mbanin pas po thyej. I thash ftohtë. Por me emocion nuk është e lehtë të fshihesh pas dhimbjes, mami. Por po përpiqem të vazhdoj, ajo më përqafoi fort dhe ndjeva një ngrohtësi të njohur, të humbur prej vitesh. Ishte një fillim i vogël i rindërtimit, një hap i parë drejt familjes, edhe pse shumë plagë ende rrinin të hapura, ndërkohë, ndjenja ime për Ardin u thellua. Nuk ishte më thjesht mirësia e tij që më mbante, ishte diçka më e fortë, një tërheqje që nuk mund ta shmangja. Por kishte diçka që më tremte, pasioni dhe varësia ime për të. Nuk doja të dështoja sërish, nuk doja të lidhesha me dikë për të mbushur boshllukun tim. Një mbrëmje, ndërsa qëndronim pranë xhakut. Ai më pyeti, Alma, a je gati të më lejosh të jem pjesë e jetës tënde, jo vetëm si shok, por si dikush më shumë? Nuk e kisha menduar kurrë kaq hapur. Zemra ime rrahu fort dhe lotët më rrjedhën pa kontroll. Nuk mund të flisja menjëherë. Ai vetëm më shikoi dhe më tha, nuk ka ngull. Do të pres. Por dua të di, kur të jesh gati, se gjithçka që ka ndodhur nuk ka qenë kot. Kjo ishte hera e parë që ndjeva se jeta ime kishte një rrugë të qartë, një mundësi për dashuri dhe rikthim. Nuk ishte ende fundi i errësirës, kishte ende betejë për të fituar me vetveten, me varësinë, me frikën. Por për herë të parë, ndjeva se nuk isha vetëm. Kisha dikë që më besonte, që më mbështeste dhe që më shikonte si Alma, jo si një plagë që s'kishte shërim. Në atë natë, ndërsa flija në dhomën time të ngrohtë për herë të parë pas muajsh, e kuptova një gjë. Shpëtimi im nuk vinte nga një shishe, nga një ditë pa dhimbje, ose nga një ëndër e pabesueshme. Shpëtimi im fillonte me një vendim të vogël, të duaja vetveten dhe të lejoja dikë të më ndihmonte. Dhe Ardi ishte aty, duke më treguar se ndonjëherë një i panjohur mund të bëhet personi që të shpëton jetën. Ditët që pasuan ishin një provë e vërtetë për mua. Ndërkohë që po rilindja ngadalë, jeta nuk më kursente sfida të reja. Secili hap përpara ishte një test i forcës time të brendshme dhe i vendosmërisë për të mos u rikthyer tek errësira që më kishte përfshirë më parë. Fillimi i punës në dyqan më detyroi të përballem me njerëz që nuk më njihnin, por unë ndjeja veten të ekspozuar dhe të brisht. Çdo klient që shikonte fytyrën time, për mua ishte një gjykim i heshtur. Nuk e dija nëse do të arrija të u përgjigjesha me siguri, apo do të shpërthenim në lodh. Por Arti ishte gjithmonë aty, duke më mbajtur dorën, ose duke më dhënë një buzëqeshje kur ndihesha e pasigurt. Një ditë, ndërsa po pastronim raftet së bashku, një grua e moshuar u afrua dhe më pyeti për emrin, ti je Alma? Unë ngrita dhe e shikova me kujdes. Ajo buzëqeshi, po, jam unë, më kujton vajzën time. Tha ajo dhe më përqafoi, ishte diçka e vogël. Por ndjeva një ngrohtësi që s'mund ta shpjegoja. Ishte si një dritë që hyri në errësirën e shpirtit tim, megjithatë, jo të gjithë njerëzit ishin kaq të bullë.
Një ditë, një kolege në punë më tha, duket si kur je e ndryshuar, Alma, por e di që e kaluara nuk harrohet lehtë, ishte një thikë në zemrën time. Për disa sekonda, ndjeva dëshirën të ikja dhe të kthehesha tek ajo dhimbja që njihja mirë, ajo që më bënte të ndihesha e vetmuar dhe e pavlerë. Por pastaj e pash Ardin që më shikonte me një përkushtim të qetë dhe u kujtova për herë të parë se nuk isha vetëm një pasdite, ndërsa po ktheheshim nga dyqani, nënës sime i shfaqesha përballë përsëri. Nuk ishte e lehtë të shikoja syrin e saj të ftohtë, por ndjeja se një pjesë e saj ishte e ndjerë dhe penduar. Ajo nuk foli shumë, por vetëm më dha një shikim të gjallë. Ishte një sfidë për të gjitha emocionet e mia, mami. E thira me zë të ulët, ajo u afrua ngadalë dhe tha, Alma, nuk e kuptova kur dhimbjen tënde. Por po përpiqem, në ato momente, kuptova se rikthimi im nuk ishte vetëm për mua. Ishte një mundësi që edhe ata që më kishin braktisur të kuptonin. Por për këtë, unë duhet të isha e fortë, të mos lejoja dhimbjen e kaluar të më përcaktonte. Në shtëpinë e Ardit, gjithçka po ndryshonte për më mirë. Ai më mësonte durim. Më mësonte se çdo plagë mund të shërohet me kohë dhe përkushtim. Një mbrëmje, ndërsa qëndronim pranë xhakut, ai më pyeti, Alma, a ndihesh më e sigurt për veten tani? Po. Por ka momente që frika rikthehet, ju përgjigja, ai më mbajti duart dhe tha, nuk ka problem. Do të jem këtu sa herë të duash. Nuk të gjykoj, pas asaj nate, ndjeva se ndjenja ime për Ardin po thellohej. Nuk ishte më thjesht mirësia që më mbante, ishte një ndjenjë e fortë, një lidhje që nuk mund ta shmangja. Por frika ime nga e kaluara më bënte të hezitova. Nuk doja të lidhesha me dikë për të mbushur boshllukun e shpirtit tim. Një ditë, Ardi më çoi në një park të vogël. Alma, më tha, dua të tregoj diçka. Ai nxori nga xhepi një varse të vogël me një gurtëzi të lyer. Ky është simboli i forcës. Të kujton që çdo pengesë mund të kalohen. Dhe ti ke kaluar shumë. Por ja ku je, lotët më ranë përsëri, por kësaj here ishin lot gëzimi dhe mirënjohjeje. Një pjesë e shpirtit tim që kishte qenë e mbyllur dhe e shyer, por i linte ngadalë, ndërkohë ndodhi diçka që nuk e prisja. Fillova të ndihesha pjesë e shoqërisë përsëri. Një mikesh nga puna më ftoi për një kafe dhe herën e parë që pranova, ndjeva një liri që kur më parë nuk e kisha ndjerë. Ishte si të merrje frymë për herë të parë pas muajsh të tërë mbyllur në vetmin time. Por sfidat nuk kishin përfunduar. Një mbrëmje, ndërsa po flisnim me Ardin, mora një mesazh nga ish miku i babait tim. Një pjesë e së kaluarës sime po më ndjekte ende, duke më kujtuar plagët që kisha. Por këtë herë nuk ndihesha e pafuqishme. Ndjeva forcën që kishte lindur brenda meje fal Ardit dhe vendosa të përballem me gjithçka. Ndërkohë, ndjenja për Ardin u bë më e qartë dhe më e thellë. Nuk ishte më vetëm mbështetje dhe siguri, ishte diçka më e fortë, një lidhje që po e ndjeja me çdo frymëmarrje. Por edhe kjo ndjenjë më tremte, sepse e dija se dashuria e vërtet kërkon më shumë kur ajo se sa dhimbja. Pjesa më e vështirë ishte të kuptoja se shpëtimi i vërtet nuk vjen vetëm nga dikush tjetër. Ai mund të të jap dorën, mund të të jap dashuri, mund të të jap shpresë. Por ti, Alma, duhet të pranosh vetveten, të falësh dhimbjet, të mbyllësh plagët dhe të lësh në jetë një hap përpara. Në atë mbrëmje, ndërsa qëndronim pranë xhakut dhe shikonim zjarrin që digjej, kuptova diçka. Ardi nuk ishte vetëm një i panjohur që më kishte shpëtuar. Ai ishte pasqyra e forcës që gjeta brenda vetes. Dhe për herë të parë, ndjeva se mund të dashuroja sërish, pa frikë, pa turp dhe me shpresën se një ditë, dhimbja do të ishte vetëm kujtim. Jeta ime kishte filluar të merrte ngjyrë përsëri, por sfidat më të vërteta ishin ende para meje. Çdo hap përpara vinte me frikën se diçka mund të prishej, se gjithçka që kisha ndërtuar mund të shembej për një moment të vetëm. Por kjo frikë nuk më ndalte, përkundrazi, më shtynte të bëhesha më e fortë. Një ditë, ndërsa po ktheheshim nga dyqani, një problem i paparashikuar u shfaq. Një mik i nënës sime, një person që nuk kishte folur për mua për vite, erdhi tek dyqani për të më folur. Ai filloi të kritikonte vendimet e mia të fundit, duke përmendur dhimbjet e së kaluarës dhe duke më thënë se nuk do të ndryshoja kurrë. Fjalët e tij ishin si thikë në zemrën time.
Ndjeva se për një çast gjithë progresi im mund të shuhej, por Ardi nuk më la të rrëzohem. Ai mori duart e mia dhe tha me qetësi, nuk janë fjalët e tyre që përcaktojnë kush je, Alma. Është guximi yt për të vazhduar që tregon forcën tënde, ai kishte të drejtë. Unë mbusha me një vendosmëri që s'kisha ndjer kur më parë. Nuk është e lehtë të qëndrosh i vendosur kur e kaluara të gjuan, por unë vendosa të mos dorëzohem. Për herë të parë, ndjeva se mund të përballem me gjithçka dhe të dalë e fituar. Ditët vazhduan me sfida të ndryshme. Një pjesë e imja ende luftonte me varësinë e kaluar. Disa herë, ndonjë mesazh i gabuar, ndonjë kujtim i dhimbshëm, më bënte të ndihesha e humbur. Por çdo herë që ndodhte kjo, Ardi ishte aty për të më mbajtur, për të më kujtuar se nuk jam vetëm. Ai më mësoi një gjë të thjeshtë, por të fuqishme. Kur të ndihesh e humbur, mbaje dorën e dikujt që të do dhe do të gjesh rrugën përsëri. Një natë, ndërsa rinin vetëm pranë xhakut, Ardi më pyeti diçka që më dridhi shpirtin, Alma, a mund të tregoj diçka personale? Po. Iu përgjigja me një zë të butë, unë kam dashur dikur dik shumë, tha ai, duke ulur kokën. Por nuk pata guximin të luftoja për të. Tani nuk dua të bëj të njëjtën gabim me ty, fjala e tij më preku thellë. Lotët më ranë përsëri, por këtë herë nuk ishin lot dhimbjeje, ishin lot shpresë dhe ndjesje të përmbushjes. Ai po më tregonte se ishte i gatshëm të luftonte për mua, dhe kjo më bënte të ndihesha e sigurt dhe e dashur, por jeta kishte edhe prova të tjera. Një ditë, një ish mik i babait tim erdhi përsëri në qytet dhe përpiqej të më përfshinte në probleme që nuk i kërkoja. Ai po përpiqej të më zhyste përsëri në errësirën e së kaluarës. Ndjeva panik dhe dëshirë të ikja. Por Ardi nuk më lejoj, Alma, tha ai, është koha që të tregosh forcën tënde. Nuk është koha për të ikur. Tani duhet të qëndrosh dhe të tregosh kush je vërtet. Ishte një moment që ndryshoi gjithçka. Fillova të kuptoj se shpëtimi im nuk ishte vetëm të ikja nga dhimbja, por të përballesha me të. Çdo sfidë e jashtme ishte një mundësi për të treguar forcën time të brendshme. Në ditët që pasuan, unë fillova të ndërtoja një lidhje më të fortë me familjen. Ndonë se ishte e vështirë dhe shpesh dhimbja e së kaluarës ishte prezent, ndjenja ime për Ardin më mbante të qëndrueshme. Çdo përqafim i tij, çdo fjalë e tij e ngrohtë, më mësonte të besoja përsëri në njerëzit dhe dashurinë. Një mbrëmje, ndërsa shikonim qiellin e natës nga balkoni, ndjeva se po lindte një besim i ri brenda meje. Nuk isha më e njëjta Alma që kishte humbur gjithçka pas vdekjes së babait. Nuk isha më e vetmuar dhe e frikësuar. Tani kisha dikë që më donte pa kushte dhe kisha guximin të duaja vetveten. Ardi, i thash duke i kapur dorën, faleminderit që më shpëtove. Nuk e di ku do të isha pa ty, ai buzëqeshi dhe më tha, jo unë të shpëtova, Alma. Ti shpëtove vetveten. Unë vetëm të tregova rrugën, në atë moment, ndjeva një ndjenjë të veçantë qetësie dhe gëzimi. E dija që sfidat nuk kishin përfunduar, por tani ndihesha e fortë për t'i përballuar ato. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeva se mund të kisha një të ardhme të lumtur, me dashuri, shpresë dhe forcë të brendshme. Pjesa më e vështirë ishte përballja me ndjenjat e mia për Ardin. Ishte një dashuri që po lulëzonte, por unë ende kisha frikë të lidhesha plotësisht. Por çdo ditë që kalonim bashkë, më tregonte se dashuria e vërtet nuk është vetëm emocion, është durim, respekt dhe pranimi i të kaluarës dhe të tashmes së tjetrit. Në fund të kësaj pjese të udhëtimit tim, ndjeva një gjë të qartë. Nuk isha më e njëjta Alma që kishte humbur gjithçka. Unë kisha rilindur nga dhimbja, ndihesha më e fortë, më e vendosur dhe për herë të parë, ndjeja se mund të dashuroja dhe të besoja sërish, përfes. Do të mbyllim historinë me pjesën e 5, ku do të arrijmë kulmin emocional, pranimin e dashurisë së plotë dhe fillimin e një jete të re për Almën. Kjo pjesë do të jetë emocionuese, me momente reflektimi dhe shprese. Ditët kalonin dhe çdo moment që kaloja pranë Ardit ishte një mundësi për të kuptuar se dashuria nuk është vetëm ndjesi, por një zgjedhje e përditshme. Çdo mëngjes që zgjoja dhe e shija duke përgatitur kafen, ndjeja mirënjohje. Çdo mbrëmje që flija pranë tij, ndjeja siguri dhe ngrohtësi që nuk e kisha përjetuar kurrë, por kulmi i udhëtimit tim nuk kishte ardhur ende.
Ishte momenti kur duhej të përballej plotësisht me të kaluarën, me frikërat e mia dhe të pranova dashurinë në të gjithë madhështinë e saj. Një ditë, ndërsa po shkonim në një shëtitore pranë lumit, ndjeva nevojën të flisja hapur. Ardi, i thash me një zë të lehtë, kam frikë. Kam frikë të lidhem plotësisht, të besoj pa rezerva. Ai më kapi dorën dhe më tha me një buzëqeshje të ngrohtë, Alma, dashuria nuk është të mos kesh frikë. Dashuria është të jesh gati të luftosh për dikë edhe kur ke frikë. Tani, unë po të ofroj gjithë forcën time dhe dashurinë time. Ti vendos nëse do ta pranosh. Lotët më ranë, por këtë herë ishin lotë shprese. Një pjesë e shpirtit tim, ajo që kishte qenë e frikësuar dhe e shqyr, po fillon të ndjehej e plot. Ishte si të kthehej drita në errësirën që më kishte mbuluar për shumë vite. Ditët e pasuara ishin një transformim i plot për mua. Fillova të ndjehem e lirë për të qenë vetja. Fillova të buzëqesh dhe të qesh, pa frikë nga gjykimet e të tjerëve. Fillova të ndërtoj marrëdhënie të reja dhe të forcoja lidhjet me ata që ishin të sinqertë dhe të dashur për mua. Një mbrëmje, ndërsa ishim vetëm në dhomën tonë, Ardi më tha, Alma, e di që kjo rrugë ka qenë e vështirë. Por sot, dua të pyes diçka. Çfarë? Pyeta me zemër të rrahur fort, do të pranosh të jesh jo vetëm shoqja ime, por partnerja ime për jetën? Do të fillojmë këtë jetë së bashku, pa frikë, pa pengesa. Ndjeva një ndjesi të pazakontë. Një lumturi që më mbushi shpirtin. Nuk e mendova 2 herë. I afrova buzët tek të tija dhe i thash, po, Ardi. Po, ai më përqafoi fort dhe ndjeja se çdo plagë e së kaluarës ishte duke u shëruar. Ndjeja se isha duke filluar një kapitull të ri, ku dashuria, respekti dhe besimi do të ishin shtyllat e jetës time. Ditët që pasuan ishin të mbushura me gëzim dhe shpresë. Bashkë bëm plane për të ardhmen, për një jetë ku nuk do të më duhej të ikja nga dhimbja, por ku do të kisha guximin të qëndroja dhe të dashuroja. Fillova të besoj në vetveten, në forcën time dhe në mundësinë që jeta të kishte më shumë për mua. Një mëngjes, ndërsa shikonim perëndimin e diellit mbi qytet, ndjeva një qetësi të brendshme që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Kisha kaluar errësirën, dhimbjen, vetminë dhe frikën, dhe tani ndjehesha e lirë të dashuroja dhe të jetoja. Ardi, i thash duke e kapur dorën, nuk e di se ku do të isha pa ty. Nuk të shpëtova unë, Alma, tha ai me një buzëqeshje të ngrohtë. Ti shpëtove vetveten. Unë vetëm të tregova rrugën, dhe me ato fjalë, ndjeva se çdo plagë, çdo gabim dhe çdo dhimbje kishte një kuptim. Ishte si një ringjallje e shpirtit. Jeta ime e re kishte filluar dhe këtë herë nuk do të isha më vetëm. Alma kishte gjetur dashurinë, forcën dhe shpresën. Ishte një fillim i ri, ku çdo ditë ishte një mundësi për të jetuar plotësisht, për të dashuruar pa frikë dhe për të qenë vetja e saj e vërtetë. Alma nuk ishte më e humbur, nuk ishte më e vetmuar. Ajo kishte kaluar dhimbjen, kishte përballuar të kaluarën dhe kishte gjetur dikë që e donte dhe e mbështeste. Dashuria e saj për Ardin dhe dashuria për vetveten u bën forca që e çuan drejt një jete të re dhe të lumtur.